më të larta shtetërore dhe solemne, presidentja e shtetit Gordana Siljanovska-Davkova priti në takim zyrtar presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Shqiptarët janë shtetformues dhe kontribues, konstruktiv dhe demokratik. Kështu shpreh presidenti shqiptar në konferencën pas takimit me Siljanovskën. Begaj, duke përmendur disa herë rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, deklaroi se faktori shqiptar ka qenë dhe mbetet kyç për stabilitetin politik në qeverisje dhe në avancimin euroatlantik të RMV-s. Shqipëria e vlerëson arritje historike, marrëveshjen kornizë të Ohrit. Dhe ne vlerësojmë jashtëzakonisht shumë përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie funksionale multietnike përmes zbatimit plot të kësaj marrëveshje dhe respektimit të detyrimeve që rrjedhin prej saj. Ne besojmë se përfaqësimi i drejtë dhe dinjitos dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet shtetërore, zbatimi i plot i ligjit të gjuhës me përdorimin e gjuhës shqipe, i cili ka lidhje me identitetin kombëtar shqiptar, dhe ruajtja e funksionimi i mekanizmave të barazisë nuk janë vetëm thjesht çështje teknike. Ato janë element thelbësor për kohezionin social, për stabilitetin institucional. Siljanovska-Davkova u shpreh se me homologun e saj shqiptar nuk kanë lënë temë pa diskutuar, ndërto edhe eurointegrimin e të dyja vendeve në BE. E pyetur për thirrjen e eurodeputetit Vajs që RMV të bëjë ndryshimet kushtetuese dhe të shfrytëzojë momentin për antarësim në BE, sepse tani është momenti i duhur, Siljanovska u përgjigj se këtë thirrje ka dëgjuar shumë herë tashmë, por tani kërkojnë garancione, ndërsa shtoi se nga pozita që është, nuk i takon të bëjë thirrje deputetëve që të bëjnë ndryshimet kushtetuese. Ne jemi rekorderi ndryshimeve kushtetuese, edhe këtë herë përsëri na kërkohen ndryshime kushtetuese. Kuptohet se qëndrimi jon është nga e patjetërsueshmja te e domosdoshmja, garancione dhe që nuk do të paraqitet sërish momenti i duhur dhe një kërkesë e re për ndryshime kushtetuese. Ata gjithashtu ndalen edhe tek raportet shumë të mira që gëzojnë Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, duke shtuar se vendet tona nuk kanë çështje dhe konteste të hapura, gjë që mundson bazën e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Presidenti Begaj vizitën zyrtare ka nisur të ejte në Çajir dhe do ta përfundojë të shtunën në Tetov dhe Gostivar.